Nëse skalpi juaj duket kështu, apo kështu, kjo është zgjidhje për ju. Baratherim. Amis Beauty ka lançuar shampon kundra zbokthit dhe thotë që ka rezultat që në përdorimin e parë. Për të provuar nëse kjo shampo funksionon, do pyesim atë që i di të gjitha, ChatGPT. Gjëja e parë që bëra është thjesht i dërgoj një foto të shampoos dhe i thash si të duket. Pastaj më thanë nëse do më shumë detaje, më dërgoj ingredientët dhe ingredientët janë këtu. ChatGPT e njeh direkt produktin, formuluar me ekstrakte organike të hidrës dhe myrtos. Super nëse ke lëkurë të ndjeshme, dhe formulimi nuk është bërë me kimikate të forta. Pyeta për ingredientët, më ka dhënë shpjegim për çdo ingredient dhe po ta vini re janë të gjithë ingredientë super të mirë për skalpin. Më pas e pyeta nëse mund ta përdorin meshkuj dhe femra, sepse zbokthi nuk njeh gjini. Ja ku kemi dha provimin nga ChatGPT duke thënë që mund të përdoret nga të dyja gjinit pa problem. Ua, po gocat shtatzan, gratë shtatzan, femrat shtatzan. Duke patur parasysh formulimin, pas sulfate të rënda dhe me ekstrakte natyrale, mund të përdoret pa problem fare edhe nga gratë shtatzan. Thotë që ka efektivitet që me përdorimin e parë, kështu që e pyeta ChatGPT-n dhe për këtë. Shpjegimin e lidhje në bazë të ingredientëve që ka kjo shampo dhe në fund na tregoi se çfarë mund të presim që në përdorimin e parë. Kështu që nëse vuani nga zbokthi, pse jo mos jepni një shans kësaj shampos, duke patur parasysh që ka shumë review të mira dhe u aprovua nga vetë ChatGPT. E gjeni tek Amis Beauty. Bye!